Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, jemi në mësimin ton të dashur, studimin e fjalëve të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe selefëve, sahabëve, tabiinëve, baj tabiinëve, të cilët i ka mbledhur dietari jon i madh, prisi besimtarëve në hadith, Muhammed ibn Ismail al-Bukhari, Allahu e mëshiroft dhe e bëft për banorëve të xhenetit Firdaus. Jemi në temën e 60 të këtij libri të bereqetshëm dhe i lutemi Allahut të madhëruar që të na furnizojë me dituri të dobishme dhe të na japi sukses ta zbatojmë dhe të jetë metoda dhe metodologjia e jetës tonë. Tema e sotshme, thot Imam Buhariu, Allah mëshiroft, bab man aghlaqa al-bab ala al-jar. Aleikum selam wa rahmatullah. Tema ai i cili mbyll derën komshiut. Dhe e ka sjell këtë temë pra në lidhje me gjykimin e atij që e bën këtë veprim dhe me çfarë ngarkohet një person i tillë prej gjunaheve dhe me çfarë kërcënohet prej dënimeve. Dhe kjo temë është pjesë e tematikës në lidhje me kujdesin dhe me hakun e komshiut. Siç e kemi filluar në mësimin e kaluar dhe vazhdojmë derisa të mbarojnë këto tema. Dhe jeni ndjeni që libri ka filluar me hakun e prindërve dhe me të drejtat dhe porositë për prindrit, pastaj ka kaluar tek haku i farefisit dhe të afërmve, dhe tani jemi tek haku dhe i drejtat e komshiut. Dhe këtë veprim që është mbyllja e derës ndaj komshiut, e bëjnë disa njerëz me shpirt të ashpër dhe agresiv dhe me moral të dobët, dhe ne i lutemi Allahut subhanahu wa taala që të na largojë nga këto sjellje dhe të na përmirësojë dhe të na japi sukses që të përsosim moralin dhe sjelljen tonë. Ka sjell Imam Buhariu në këtë temë hadithin nga Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Allahu qoftë i kënaqur prej tij dhe prej babarit të tij, i cili thot: Laqad ata alejna zamanun aw qala hinun wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Na ka ardhur ne një kohë, ose na ka zënë ne një kohë, dhe në një fjalë na ka ardhur ne një periudhë që ose kemi qenë ne në një kohë, ose kemi qenë ne një herë motit, që nuk shikonim që dinari, që është monedha e Floririt, dhe dirhemi,
ishte më parsore se vllai jon musliman, ose se thumma al-an ad-dinar wa ad-dirham ahabbu ila ahadina min akhihi al-muslim. Kurse sot dinari dhe dirhemi është më i dashur tek ndonjëri prej nesh se vllai i tij musliman. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thotë: kam min jarin mutaalliqin bi jarihi yawm al-qiyama. Sa komshi janë të lidhur me komshitë e tyre ditën e Kiametit. Yaqul, i cili thot: ja Rab, o Zot, hadha aghlaqa babahu duni, ky më mbylli derën në fytyrë. Famana'a ma'rufahu, dhe pengoi të më bëj mua bamirësi, pra pengoi bamirësinë e tij ndaj meje. Ky hadith madhështor që e transmeton Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, që në fillim është fjala e tij dhe komenti i këtij sahabi, dhe në fund sjell fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fillon në këtë formë. Pra thot transmetuesi: laqad ata alejna zamanun au qala hinun. Pra ka qenë tek ne një kohë, ose ka qenë tek ne një herë moti. Kjo është dyshim tek transmetuesi i hadithit. Transmetuesi i hadithit thot dy fjalë të cilat janë sinonim me njëra tjetrën. Fjala kohë ose fjala periudhë ose fjala një herë motit. Janë të dyja me të njëjtin kuptim të përafërt. E megjithatë, transmetuesi i hadithit thot, nuk e mbaj mend, a ka thënë fjalën kohë apo ka thënë fjalën periudhë ose një herë motit, si mund përkthehet në shqip. Kjo na tregon ne për përpikmërinë e selefëve në transmetimin e fjalëve. Dhe kjo, kur bëhet fjalë për fjalën e sahabit, kur janë kaq të përpikt në përcjelljen e fjalëve të sahabit, atëherë po fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë akoma më të përpikt, janë pra që tregon që feja jon e bukur islame është e ruajtur. Thot Allahu subhanahu wa taala: inna nahnu anzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Është e sigurt që ne e zbritëm për kujtimin dhe ne do ta ruajmë atë. Bëhet një pyetje: a ka mundësi që të ruhet Kurani pa u ruajtur fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Nuk ka mundësi. Sepse fjala e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, alaykum salam, është shpallje për Allahut dhe është shpjeguese e Kuranit. Nëse ty, alaykum salam, nëse ty nuk të vjen shpjegimi i Kuranit, si do ta kuptosh? Atëherë Allahu ka ruajtur fjalën e tij dhe ka ruajtur fjalën e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që është shpjegimi i Kuranit. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është Kur'an i cili ecën në tokë, siç thot Aisha. Pra, në zbatim, në shpjegim, në zbatim, në vënie në punë e fjalës Allahut. Prandaj, kur shikojmë të tilla gjëra, duhet të gëzohemi dhe duhet të krenohemi dhe duhet të falenderojmë Allahun e madhëruar që e ka ruajtur fenë e vet. Thot në vazhdimin e
hadithit, thot Abdullah ibn Umeri, ka qenë një kohë që ne shikonim që dinari dhe dirhemi ishte më parsor t'ja jepnim vllajt ton se sa ta mbanim për vete. Dhe kjo tregon që ky brez i art, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ne krenohemi me ta, ato janë shembuj për ne, kanë qenë në këtë grad devotshmërie që i jepnin përparësi vllajt përpara vetes. Dhe mendonin që dinari dhe dirhemi më shumë i takon vllajt se sa i takonte atij. Kjo vjen nga siguria që këta njerëz kishin ke Zoti. Dhe në vlerësimi ose përçmimi që kishin për dynjan përpara vëllezërve të tyre. Pra thot Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu, ne kemi jetuar një kohë të tillë. Dhe ishin të kujdesshëm në dhënien, ishin të kujdesshëm në shpenzim për hir të Allahut të madhëruar. Por ç'ndodh? Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu tregon që në fundin e jetës ti shikon një fenomen që ndodh ke disa persona dhe thot thumma al-an ad-dinar wa ad-dirham ahabbu ila ahadina min akhihi al-muslim. Kurse sot dinari dhe dirhemi janë më të dashur se tek ndonjëri prej nesh se vllai i tij musliman. Kur ai e thot këtë në ato kohë të hershme, atëherë neve kërkojmë mbrojtje nga Allahu për kohën që jetojmë ne sot. Dhe kjo është për të ardhur keq që njerëzit i japin përparësi dynjas përpara vëllezërve të tyre musliman. Por ka dhe më keq. Janë disa njerëz që i japin përparësi dinarit dhe dirhemit dhe bëhet ato të dyja më të dashura se vetë feja islame. Prandaj e shesin fen përpara. Yabi'u dinuhu bi'aradin min ad-dunya. Që thot hadithi, e shet fen e tij me një plaçk të dynjas. Ne i kërkojmë mbrojtje dhe strehim Allahut të na ruaj nga kjo situatë e rëndë. Dhe thot Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili thot kem min jarin mutaalliqun bi jari yawm al-qiyamah. Sa komshi janë të lidhur me komshit, pra do të ankohet komshiu për komshiun në ditën e Kiametit, për arsye sepse nuk i është dhënë e drejta e tij, nuk i është dhënë haku i tij. Atëherë ai në ditën e Kiametit do të ankohet për komshiun e vet dhe do të thotë, o Zot, ky më mbylli derën në fytyrë. Në një moment që ti je i ngopur dhe ke tepric dhe të vjen komshiu i cili është i uritur, familja e tij është e uritur, dhe ti me arrogancë dhe me ashpërsi ja mbyll derën dhe ja përplas në fytyrë, atëherë për këtë sjellje do të dali përpara Allahut madhëruar. Kjo tregon që neve duhet të jemi të kujdesshëm, duhet të jemi të ndjeshëm ndaj komshive.
dhe në një moment që ai është në një nevojë dhe është i uritur, nuk duhet ta lëmë në këtë gjendje, po duhet ta ndihmojmë me aq sa mundësi kemi. Dhe jo të sillemi ashpër sa që arrin puna që disa njerëz bezdisen dhe ja mbyllin derën duke ja përplasur në fytyrë. Allahu na ruajt, dhe ky hadith tregon që mosdhënia e të drejtës së komshiut do të merret në llogari në ditën e gjykimit. Hadithi, zinxhiri i transmetimit, është një person i cili është, domethënë, e bën hadithin daif, por se Sheikh Albani këtë hadith e ka ngritur në gradën hasan li ghairihi, pra është i saktë për shkak të arsyeve të tjera që lidhen me terminologjinë e hadithit, dhe e gjeni studimin e çdo hadithi të bërë nga dietarët dhe ta dinin që ky hadith është i saktë, pra nuk është i dobët sepse ka fakte të tjera që e çojnë në gradën hasan li ghairihi. Tema tjetër, thot Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft, la yashba'u duna jarihi, nuk ngopet njeriu dhe të harroj komshiun e tij. Në këtë temë, Imam Buhariu na kujton që personi i cili për vete është i ngopur dhe ka tepritës, duhet të kujdeset për komshiun e tij të uritur. Nuk mundet dot ta lësh atë dhe familjen e tij të kalojnë natën e tyre të uritur dhe ti të flesh i qetë, i ngopur, pa të ndjerë asgjë, pa pasur kujdes për këtë temë. Prandaj kjo tregon për imanin e dobët të atij personi i cili e vepron këtë gjë. Pra imani i këtij është i paplot. Ka sjell hadithin që transmeton që thot nga Abdullah ibn Musawir, thot, kam dëgjuar Ibn Abbasin radiallahu anhu të lajmëroj Ibn Zubairin radiallahu anhu, i cili thot, dëgjova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thot, lejse al-mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Nuk është besimtar ai i cili është i ngopur dhe komshiu i tij i uritur. Pra siç e tham, ka tepritës dhe nuk kujdeset për komshiun e tij. Dhe fjala lejsel mu'min, nuk është besimtar, nuk do të thotë që këtij është mohuar themeli i besimit, por i është mohuar imani i obligueshëm ose besimi i plot. Pra nuk është besimtar i plot. Dhe imani ka plotësohet pra duke bërë urdhresat dhe duke ndaluar nga ndalesat. Plotësimi ose përmbushja e imanit është dy lloje. Përmbushje e obligueshme dhe përmbushje e kënaqshme ose e pëlqyeshme. Dhe imani nuk mohohet vetëm se është lënë një obligim, një detyrë nga detyrat e fesë. Në këtë mënyrë kuptohen tekstet e kërcënimit. Pra në këtë rast, kjo fjalë është fjalë kërcënuese, nuk është besimtar. Kjo nuk do të thotë që personi është qafir,
se nëse nuk do të marrim kuptimin e duhur si që kanë marrë të parë tanë të mirë, atëherë tekstet kërcënuese ka rrezik të kuptohen në një nga ekstremet, ose në ekstremin e teprimit, ose në ekstremin e neglizhencës. Prandaj që muslimanët dhe ehlu sunne, ata që pasojnë sunetin, janë mesatar në shpjegimin dhe në kuptimin e fjalëve të Kuranit dhe të sunetit. Pra fjala këtu nuk beson, nuk është besimtar, do të thotë që ka lënë mangut besimin e tij të obligueshëm. Nuk e ka përmbushur imanin e obligueshëm. Dhe kjo meriton ndëshkim nga Allahu subhanahu wa taala ky veprim, vetëm nëse Zoti e fal. Pra, kjo është kuptimi i këtij hadithi, i cili thotë nuk është besimtar ai i cili është i ngopur kur komshiu i tij është i uritur. Sikur të imagjinojmë që njerëzit do ta zbatojnë këtë hadith, dhe sikur të imagjinojmë sikur njerëzit do t'japin zakatin e pasurisë së tyre, atëherë si do të ishte bukuria e jetës, si do të zbukurohej jeta njerëzore. Fukarai do të ndihmohej me një ndihmë shumë të madhe dhe komshit me njëri tjetrin do të ishin kujdesshëm, atëherë do të zhdukej varfëria. Popujt përpiqen, disa me hipokrizi dhe disa me ignorancë, të zhdukin varfërinë. Por varfëria zhduket duke zbatuar njerëzit fenë e Allahut. Nuk ka mënyrë tjetër. Disa e quajnë veten filozof, disa e quajnë veten profesor, disa e quajnë veten me terma dhe me ofiqe të mëdha, por zbatimi i fesë Allahut e zhduk varfërinë dhe e shton afrimitetin e njerëzve me njëri tjetrin dhe e zbukuron jetën njerëzore në këtë dynja dhe i jep shpërblim besimtarëve në botën tjetër shumë fish. Tema e 62 thot Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft, yukthiru ma el maraki fe yuqsimu fil gjiran. Shton ujtin e gjellës dhe e ndan tek komshit. Në këtë temë, Imam Buhariu thot që tregon një veprim i cili nuk është veprim i kushtueshëm, saqë edhe ato njerëz që mund të ankohen në vetvete nga një lloj kooperacie, i qetëson ata, sepse nëse do të kujdesemi për të ushqyer familjen tonë dhe familjen e disa komshive nevojtar, atëherë nuk kemi nevojë të shtojmë mish, nuk kemi nevojë të shtojmë zarzavate më tepër. Mundemi me një veprim të thjeshtë t'i bëjmë edhe vetes, edhe atyre mirë. Të shtojmë një gjë që nuk kushton, që është ujë. Pra, do t'i hedhësh 2 gota, hidhi 3. Pa e prishur ushqimin, kuptohet. Jo në atë nivel sa të prishet ushqimin dhe dali i pangrënshëm. Por, kjo është një simbolik që kemi mundësi ta bëjmë këtë edhe pa shpenzuar. Ai që ka kooperaci bëhet fjalë. Po ai që ka qik do
akoma më të mirë, atëherë mund të shtoj zarzavate më shumë, ose mund të shtoj mish më shumë. Dhe kjo kuptohet, sa më shumë më mirë. Por, që edhe njerëzit mos vijen siklet, atëherë mundet që të shtojnë pak ujë dhe të ushqejnë edhe komshiun e tyre, dhe Allahu subhanahu wa taala ua shton lidhjen, ua forcon dhe i jep shpërblim në këtë botë dhe në botën tjetër. Nga hadithi nga Abu Dharr el-Ghifari radiallahu anhu ka thënë: "Ausani khalili bi thalath." Më ka porositur i dashuri im i zemrës me 3 gjëra, sallallahu alaihi wasallam. Asmi' wa ati' wa law li 'abdin mujadda'u al-atraf. Dëgjo dhe bindu, qoftë edhe ndaj një robi me gjymtyr të cunguara. Wa idha sana'ta maraqatan fa akthir ma'aha. Kur të gatuash një gjell, shtoj ujë. Thumma ndhur ila ahli bejtin min gjiranik, fa asibhum minhu bi ma'ruf. Pastaj shiko dhe vëre komshit e tu dhe jepi atyre me mirësi. Wa salli salata li waqtiha, dhe fale namazin në kohën e vet, fa in wajadta al-imam qad salla faqad ahrasta salatak. Nëse gjen imamin që është falur, atëherë ke ruajtur namazin tënd, wa illa fa hiya nafile, dhe nëse jo, atëherë kjo është namaz nafile vullnetar. Atëherë ky hadith që transmetohet nga sahabi i nderuar Abu Dharr el-Ghifari, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i cili është nga sahabët që kanë pranuar Islamin në krye të herës, ka qenë nga sahabët e parë që kanë pranuar Islamin, megjithëse nuk ka qenë nga Mekka, po ka qenë nga Medina. Dhe thot, i dashuri im, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, më ka porositur me 3. Kjo është një metodë mësimdhënie, kur përdoren numrat. Ju e keni vënë re dhe do ta vini re edhe në hadithe të tjera, kur vinë numrat, 3 gjëra janë kështu, 4 gjëra kështu, 7 janë kështu, 9 janë kështu. Për të mbajtur mend më kollaj, njeriu e ndan diturinë në pika dhe në numra. Pra thot, më ka këshilluar me 3. Përmend edhe numrin, që nëse harron njërën, do përmend 2, dalë se ishin 3, e përmend të 3. Pra është nga mënyrat që neve duhet mësojmë veten, po të mësojmë edhe tjerë synet. Është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta përdorim këtë lloj mësimdhënie. Porosia e parë, të dëgjoj dhe të bindem, edhe nëse është vënë në krye një rob i cili gjymtyrët, duart ose këmbët i ka të prera. Dietarët janë në dakord dhe janë në një mendim që robi nuk vlen për të bërë prijes. Nuk bëhet prijes, robi, sklavi, nuk bëhet. Por, e zëm se bëhet, e zëm se me fuqi, arrin marri pushtetin dhe bëhet drejtues dhe prijes i muslimanëve. Atëherë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, dëgjo dhe bindu. Pra dëgjo dhe bindu në gjërat e lejuara, në gjërat e mira të fesë, jo në gjuna, kuptohet, sepse la ta'ate li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nuk ka bindje krijesës në kundërshtim të krijuesit. Edhe nëse ky rob i ka duart apo i ka gjymtyrët e cunguara, ty nuk të pëlqen as si pamje. Është pamje jo e bukur, nuk je i kënaqur. Megjithatë, për arsye sepse bëhet sherr i madh dhe dobia nga kjo është më e madhe, atëherë
sheriati na ka urdhëruar që ne t'i bindemi në vepra të lejuara dhe jo në gjuna. Porosia e dytë, nëse gatuan një gjellë, ta shtojë ujin e saj dhe të kujdeset për komshit, të shikojë nëse ka shumë, i jep disave, nëse ka pak, shikon kush është nevojtari, kush është ai që duhet me i dhënë kësaj radhe ose radhës tjetër dikujt tjetër. Pra të jetë i vëmendshëm dhe i kujdesshëm me komshit dhe jo me një veprim i cili është i kushtueshëm, siç e tham më përpara. Dhe porosia e tretë, nëse një nga prisat dhe drejtuesat e vonojnë namazin nga koha e tij e pëlqyer dhe e vlefshme, atëherë njeriu falet në shtëpinë e vet, që t'jetë brenda kësaj kohe, dhe nëse e gjen imamin i cili është falur, atëherë ka ruajtur namazin. Po nëse nuk është falur, atëherë edhe falet me të, konsiderohet nafile, konsiderohet namaz vullnetar. Pra kjo ndodh kur dikush e vonon namazin nga prisat, që të mos bëhet fitne, mos bëhet trazir dhe sherr, personi i zbaton të dyja këto, duke e falur më parë në shtëpitë vet, edhe nëse ai vjen dhe e fal namazin me të, e ka nafile, dhe nëse jo, atëherë ky e ka ruajtur namazin e tij. Transmetimi tjetër që është po hadithi e Abu Dharr al-Ghifarit radhiyallahu anhu, por është e shkurtuar në pjesën që neve na duhet, thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Abu Dharr, idha tabakhta maraqatan fa akthir ma al-maraqa. Kur të gatuash një gjell, një gatim, shtoje ujin e saj, e gjellës. Wa ta'ahad jiranak, dhe shiko, vëre, kujdesu me komshit, e u aqsim fi jiranik, apo ndaje ke komshit. Pra kur ke diçka shumë, ja jep atyre, kur ke më pak, shikon dhe vëren me kujdes, njëri tjetrit sipas mundësisë. Tema e fundit është tema e 63, thot Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft, bab khairul gjiran. Një sekund. Po. Khairul gjiran. Kjo temë, pra thot më i miri i komshive. Thot Imam Buhariu, tema më i miri i komshive. E ka sjell këtë temë për të vënë në dukje cili nga komshit është më i mirë tek Allahu dhe më i vlefshëm tek Allahu. Dhe kuptohet që ai që është më i vlefshëm dhe më i mirë ke Allahu është ai që bën më shumë bamirësi dhe dobi ndaj komshive. Dhe me të gjitha veprimet e mira që bën njeriu në lidhje me komshit. Pra, dhënia e selamit, buzëqeshja, ruajtja që mos i bësh dëm, plotësimi i hakut që të kërkohet në lidhje me komshit, e të tjerë. Dhe këtë ta bësh duke shpresuar shpërblim ke Allahu. Mos haro ikhlasin, mos haro sinqeritetin, mos haro që këto vepra bëhen vetëm për Allahun. Mos e respekto komshiun sepse ke ndonjë interes apo ke ndonjë, respektoje komshiun, por kërko shpërblim ke Zoti. Thot Allahu Azza wa Jall, innama, si thon besimtarët,
innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ne po ju ushqejmë juve për fytyrën e Allahut. Nuk duam prej jush shpërblim dhe as falënderim. Shpërblimin dhe falënderimin e dua prej Zotit. Nuk e dua prej teje. Për këtë shkak po të respektoj, për këtë shkak po sillem mirë si komshi. Në këtë temë neve kuptojmë rëndësinë e mësimit të hakut të komshiut. Sepse që t'jesh më i miri ka Allahu, duhet të mësosh, duhet i dish këto tema, këto hadithe që ne po i lexojmë. Sepse ai që është i paditur nuk i vepron. Përveç atë që i jep Zoti sukses në një formë, në një mënyrë tjetër. Por ajo që është e rëndësishme për ne dhe rruga që na çon te kjo është mësimi i këtyre temave. Ena që është bosh nuk të jep gjë. Mësimi i këtyre temave ka rëndësi sepse duke i ditur i zbaton dhe duke i zbatuar bëhesh më i miri ke Allahu. Ka sjell hadithin e fundit për këtë mësim, hadithin 115, nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, Allahu qoftë i kënaqur prej tij dhe prej babait të tij, nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: Khairul ashab inda Allahi ta'ala khairuhum li sahibi, wa khairul jiran inda Allahi khairuhum li jarihi. Më të mirët shok tek Allahu i lartësuar janë më të mirët për shokët e tyre. Dhe më të mirët komshi tek Allahu janë më të mirët tek komshitë e tyre. Shoqërimi është i ndryshëm në forma të ndryshme, me kohë zgjatje të ndryshme. Ti mund të shoqërohesh me dikë në kërkimin e dijes, mund të shoqërohesh në udhtim, mund të shoqërohesh në një çështje pune, mund të shoqërohesh për pak kohë apo për shumë. Gjithsesi, më i miri tek Allahu është ai që është më i mirë për shokun e tij. Sa më shumë bamirësi, sa më shumë dobi ti sjellësh, sa më shumë të haruash, mos i shkaktosh dëm dhe të këqija, atëherë kjo të bën ty shokun më të mirë tek Allahu. Dhe po ashtu është edhe puna e komshiut. Fjala tek Allahu na kujton rëndësinë e ikhlasit, rëndësinë e sinqeritetit. Siç e tham, të bëhen këto veprime për hir të Allahut të madhëruar, kërkohet shpërblimi dhe falënderimi tek Allahu i madhëruar. Kuptimi i kundërt i këtij hadithi është më i keqi shok, është ai që është më i keq për shokun e tij. Sa më shumë t'ia shtoj veprat e këqija, sa më shumë ta pengoj nga e mira, e kështu me radhë, tregon që me të vërtetë është shoku keq apo komshi i keq. Ky hadith na tërheq vëmendjen për rregullimin e vetvetes, për ta sjellë atë në rrugën e duhur. Ky hadith na mëson që nëse duam që shokët apo komshit apo njerëzit të na e dëgjojnë fjalën, të na e dëgjojnë këshillën, atëherë duhet të jemi më të mirët. Duhet
të jemi ke Zoti me sjellje shembullore në mënyrë që fjala jon të ketë peshë dhe të na japi Allahu bereqet dhe sukses që njerëzit pra të jemi neve prijes në vepra të mira dhe të jemi ndalues nga veprat e këqija që bëjnë njerëzit dhe të marrim shpërblimin ton dhe shpërblimin e tyre pa ju mangësuar të parve asgjë nga veprat që bëjnë. Ky ishte mësimi për sot. Allahu ua shpërbleft për durimin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.